Shikues të dashur të televizionit publik të Kosovës, mirë mbrëma, ju flas nga një nga sallat e hotelit Grand Prishtinës, ku po bëjmë transmetimin e drejt për drejt të filmit dokumentar Mbi jetesa të autorëve Nuhi Bytyqi dhe Abazeka, me regjitë e Blerim Gjocit dhe me muzikë të Ilir Shaqirit. Filmi dokumentar Mbi jetesa i reporterit dhe xherusit të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës Nuhi Bytyqi dhe Abazeka, me regjitë e Blerim Gjocit dhe me muzikë të Ilir Shaqirit, shpalos sakrificën e madhe të popullit të Kosovës gjatë luftës së fundit në Kosovë për liri dhe pavarësi. Në këtë film janë përfshirë gjërime dokumentare nga periudha e luftës çlirimtare 1998-99 në Kosovë, vuajtjet e popullatës civile e veçanërisht rrëfimet e disa dëshmitarëve, të cilët arritën të shpëtojnë inkuzicionit serb. Filmi është frut i punës me përkushtim të autorëve dhe producentëve Nuhi Bytyqi, Abazeka, si edhe të regjisorit Blerim Gjoci. Mbi jetesa synon të paraqes një pjesë të sakrificës e popullit të Kosovës tashmë, kur duhet të zgjidhë statusi politik i saj dhe njohja ndërkombëtare e pavarësisë për të cilën shqiptarët dhanë aq shumë gjatë gjithë historisë. Filmi dokumentar Mbi jetesa është projekt i produksionit Kthesa, ndërsa është finalizuar në kompaninë Prishtina Film. Filmi është ndihmuar nga disa komuna dhe sponsor, kurse sponsor medial është Radio Televizioni i Kosovës, i cili po e bën edhe transmetimin e drejt për drejt të ceremonisë së shfaqjes së tij premier, si dhe shfaqjen e tij në ekran më njëherë pas ceremonisë zyrtare. Filmi është titruar edhe në gjuhën angleze me qëllim që të prezantohet edhe në ndonjë festival ndërkombëtar të filmit dokumentar, me synim që t'i prezantohet opinionet të jashtëm drama mbi jetesa dhe lufta e popullit të Kosovës për liri dhe pavarësi. Tash jap fjalën kolegës sime Besa Qeku Buçinca, e cila do ta moderoj këtë ceremoni. Të nderuar zonja dhe zotrinj, mysafir të nderuar, dhe ju teleshikues të Radio Televizionit të Kosovës, ju përshëndesim të gjithëve nga ambientet e hotelit Grand në Prishtinë. Në mënyrë të veçantë përshëndesim familjen e komandantit legjendar të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës Adem Jashari dhe familjet e gjithë dëshmorëve që u flijuan për lirinë e Kosovës. Sonte kemi kënaqësinë që para jush të prezantojmë premierën e filmit dokumentar Mbi jetesa. Mbi jetesa është projekti më i ri reporterit dhe kameramanit të luftës së Kosovës të viteve 1997-1999, Nuhi Bytyqi dhe Abazeka, me regji të Blerim Gjocit dhe me muzikë të Ilir Shaqirit. Filmi dokumentar Mbi jetesa shpalos vetëm një segment të luftës heroike të popullit të Kosovës, udhëhequr nga ushtria çlirimtare e Kosovës, duke sjell fakte dhe dëshmi të protagonistëve që nuk janë më në mesin tonë, dhe të atyre që e mbijetuan Katrahurën dhe Ferin, si dhe lavdin e luftës sonë. Autorët e këtij filmi, Nuhi Bytyqi dhe Abazeka, sot 8 vjet më pas mbarimit të luftës dhe fitores së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, bashkë me aleatët tanë perëndimor, mëtuan që të risjellin pamje dhe rrëfime dramatike të ngjarjes madhore të luftës çlirimtare të UÇK-s, si dhe të mbijetesës së popullit të Kosovës në luftën e tij të drejtë për liri dhe pavarësi, duke ringacmuar kujtesën tonë historike në këto çaste kaq vendimtare për popullin e Kosovës dhe të ardhmen e tij, duke rikonfirmuar për të satën herë se e vërteta dhe historia nuk mund të mohohen e as të revidohen dhe se kthim prapa nuk ka. Sakrifica sublime e popullit shqiptar të Kosovës dhe lufta e tij çlirimtare padyshim janë argumenti kryesor edhe për ndërmjetësuesit ndërkombëtar në negociatat për statusin përfundimtar të Kosovës, se Kosova nuk ka alternativë tjetër përveç lirisë dhe pavarësisë së plotë. Ftojmë tani profesorin e Universitetit të Prishtinës, dramaturgun dhe regjisorin e njohur Aqif Mulliqin, që si koleg i autorëve të këtij filmi, Nuhi Bytyqi dhe Abazeka, të thotë disa fjalë përpara jush. Ju përshëndes gjithëve. Kam kënaqësinë që jam para jush dhe do përpiqem të reflektoj disa opinione të mia për punën e dy kolegëve dhe miqve të mi të çmuar, Nuhi Bytyqi dhe Abazeka. Në gazetarinë e veçantë atëherë kur kemi të bëjmë me tema të ndjeshme, në të cilin bie dhe puna të raportojmë për luftën apo nga lufta, apo edhe për ngjarjet që zhvillohen ato, thuhet se nuk ekzistojnë rregulla të caktuara, rregulla strikte apo edhe definicione
mbi atë se si duhet të sillemi dhe si duhet të reflektojmë në raste ku përballemi me krimin, dhimbjen apo dhe me emocionet e protagonistëve të ngjarjeve dramatike që shpinë në mbijetesë individuale apo kolektive të një kombi dhe të një vendi. Në këto raste kemi të bëjmë me qasje individuale të gazetarëve apo të reporterëve të luftës, si të doni, dhe mënyrat të aty për atyshme të tyre që të jenë sa më familjar me viktimat, me ato që kanë përjetuar ata në gjetjen e një kodi të fshehtë për të hapur shpirtin e tyre të lënduar dhe për të shpalosur kujtimet që duhet të nxjerrë nga trauma e përjetuar. Në këtë rrafsh mendoj se mënyra se si e kanë dokumentuar fatin e njerëzve, të heronjve apo të viktimave të luftës, të atyre që janë e që nuk janë më, dy reporterët e luftës, Nuhi Bytyqi dhe Abbas Zeka, mendoj se sikur e të i kalon shumë herë cilin do veprim që në rastet e tilla a identike do të ndërmete a cili personi autorizuar për veprimet e tilla ku do të qoftë dhe kur do të qoftë ai. Reporterët e luftës së Kosovës, Nuhi Bytyqi dhe Abbas Zeka, duke dokumentuar të vërtetën mbi herojtë dhe viktimat e kësaj lufte, duke bërë të pamundurën në kushtet dhe rrethanat e të vepruarit dhe të reflektuarit si kronist dhe dokumentarist të një ngjarje madhore siç ishte lufta e popullit të Kosovës dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës për liri dhe pavarësi të vendit, në fakt na sjellën edhe njohuri të reja, të sakta dhe të qëndrueshme mbi vlerat e gazetarisë sonë kombëtare, në veçanti të asaj në kohë luftash, e cila ishte e mangët apo dhe jo ekzistuese ndër shqiptarët deri në këtë luftë që lan prapa vetes. Thjesht ajo që na bën të mësojmë nga puna në Nuhi Bytyqi dhe Abbas Zekës, qoftë nga filmi i tyre dokumentar Mbijetesa, apo dhe emisionet dokumentare të mëhershme të shfaqura në radio televizionin publik të Kosovës, është se dëshmitarët e ngjarjeve të mëdha historike siç është lufta e Kosovës, luftëtarët në vijat e para të frontit apo dhe të mbijetuarit e barbarisë serbe nuk japin kurfar deklaratash. Ata thjesht e bëjnë vetëm një gjë, e rrëfejnë fatin apo fatkeqësinë e tyre, trimërinë apo dhëmbjen e tyre në mënyrë siç kanë dëshirë dhe nevojë vetë ata të rrjedhsojnë për ta shpalosur dhe për ta bërë fakt atë. E dihet se veçanërisht viktimat e luftës rrëfejnë gjatë, rënd dhe mundimshëm, ndërsa që ta thonë të tërën për publikun dhe historinë, ta nxjerrin nga brendësitë e shpirtit të thyrë dhe të ndrydhur, ata sikur prore kërkojnë pashkëdhimbjet e regjistruesve të rrëfimit, por mbi gjitha durimin. Dhe këtu, në këto raste, do të thosha, ndodhe dhe magjia e suksesit të një raportit dhe një reporterit të vërtet të luftës. Në fakt, këtu ndodh magjia e marrëdhënieve të besueshme që në punën e tyre si reporter lufte kanë krijuar me protagonistë e saj të vërtet, Nuhi Bytyqi dhe Abbas Zeka, duke shndruar në kampion të rrallë të gazetarisë kombëtare televizive. Ndonjëherë, duke i shikuar punët e këtyre dy reporterëve tanë të luftës, reporterëve të vërtet luftës, e ndonjëherë dhe materialet e tyre frymëzuese të cilat tek do ta shohin dritën dhe do shndrohen në vepra dhe pjesë të vlefshme të gazetarisë sonë televizive, siç do ta shihni edhe në dokumentarin e tyre të shkëlqyeshëm Mbijetesa me regji Blerim Xhoçit, krijojnë bindjen se marrëdhënia e këtyre dy reporterëve të psikatur të luftës sonë me rrëfimtarët e së vërtetës së trisht dhe të dhimbshme është e pashpjegueshme dhe pa rëndomt dhe gati e pabesueshme, sepse nga njëherë jemi dëshmitar se rrëfyesit e ngjarjeve të vështira, të dhimbshme dhe shkatruese për ta, në storjet e bëra në vendet e ngjarjes, reporterëve tanë u rrëfejnë mbi ato të përjetuara vetanake dhe ndolli për të cilat të thuash nuk do të kishin besim e as guzim që t'ia rrëfejnë askujt tjetër. Dëshmitarët e ngjarjeve të mëdha dhe tragjike kanë një si instinkt të brendshëm dhe kuptojnë se kush janë njerëzit të cilëve mund t'u besojnë, po ende me të cilët mund ta ndajnë dhimbjen dhe traumën e tyre, thyrjen e fatit që kishin në një çast, një ditë, në një kohë apo në një vend. Në fund të fundit, Nuhiu dhe Abasi e kishin dhe vazhdojnë ta kenë të qartë se reporterët e luftës nuk mund t'ja ndryshojnë apo përcaktojnë fatin personazheve që i kanë ndeshur gjithandej tokës së djegur në zjarret e luftës së Kosovës. Gjithashtu e kishin dhe kanë të qartë se është e pamundshme për reporterët si këta apo si kushdo qofshin ata kudo në botë që kanë bërë punë reporterit e luftës që të i rregullojnë tmerrët e saj apo që i kanë përjetuar njerëzit që me apo pa vullnetin u ndeshën me të apo të ndryshojnë shoqërinë apo dhe shoqëritë të cilat në një mënyrë apo tjetër i braktisin veçanërisht herojtë të luftës, por edhe viktimat e saj, duke lënë pa ndihmë të drejtë dhe pa djeshmëri për lavdin apo dhimbjen për atë që e kanë bërë apo përjetuar. Puna këtyre dy reporterëve të luftës, e Nuhiut dhe Abasit, miqve tanë, kolegëve tanë,
na qartëson edhe atë se një viktime luftës është detyruar që të mësohet të bartë me vetë traumën që ka, por se edhe reporterët e pasaj lufte do të vazhdojnë pafundësisht të merren me këto çështje, si dhe me vështirësitë që rrjedhin nga përballja drejt për drejt me traumën e huaj. E kjo na sjell tek dilema që vijon për të gjithë ata që janë apo duan të bëhen gazetarë të vërtet. A duhet gazetarët të bashkëndjejnë me viktimat? Apo ku është kufiri i shijes së profesionalizmit, nësa i kufi ekziston, në dëshminë e bashkëndjesisë për atë që i ka ndodhur personazhet apo dhe personazheve? Ja këto pyetje, përgjigjet të cilën nuk e japin Nuhiu dhe Abasi, e që do ta japin ndonjëherë madje as në filmin e tyre Mbijetesa me regji të Blerim Xhoçit. Ajo që mbasi ja kam dalë ta mësoj nga puna e reporterëve të luftës Nuhi Bytyqi dhe Abazeka, është se në punën e tyre profesionale nocioni skenar është fjalë kyçe, ndërsa fjala e dytë kyçe është televizioni. Dhe këta të dy, mbase më së miri se kushdo tjetër prej kolegëve të tyre, ju përshtaten kushteve dhe rrethanave, duke mësuar me shpejtësi të rrufeshme rregullat e të raportuarit nga lufta, bërjen dhe mbledhjen e materialeve të filmuara me shumë të dhëna proceset të cilat i kurzon televizioni. Kjo është forca dhe magjia e një mendimi se që është televizioni apo dhe madhështia raporteve të luftës që janë në shërbim të vetëm një kauze, asaj për dokumentimin e së vërtetës. Fillimisht lufta e parë në xhirin persik, e më pasaj në Somali dhe së fundit lufta e Bosnjës dhe Kosovës, mendoj se kanë shënuar statusin përfundimtar të profesionit të reporterit e luftës si emanencë e veçantë. Profesioni reporter lufte para ngjarjeve të lartë përmendura, duke të ishte thjesht një detyrë patriotike, një aventurë, një aktivitet i ndonjë shërbimi sekret, biznes apo thjesht një profesion. Por tek në ditët tona, me magjinë e televizionit, si dhe luftrat, siç ishte kjo jona e Kosovës, kjo gazetari është shndruar në ekzistencë. Ndërsa për luftën dhe rezistencën e ushtrisë shqiptare të Kosovës për liri dhe pavarësi, dimensioni më i thellë historik, filozofik dhe praktik i të tërës ishte pra vetë ekzistenca apo më konkretisht Mbijetesa, siç e kanë titulluar filmi e tyre dokumentar Nuhi Bytyqi dhe Abazeka. Dhe kush më mirë se këta kolegë tanë, këtë Mbijetese ka shndruar në fotografi të gjallë, fotografi lëvizëse në fakt që s'mund të përgjigjëstrohet në histori që shihet dhe komunikon drejt për së drejti apo dhe në dokumente së vërtetës. Tash unë nuk po di ku janë Nuhiu dhe ky, po i falenderoj nga zemra Nuhiun dhe Abazin. Ju a mundësuat fëmijëve ta Nuhi dhe Abaz që sot edhe në të ardhmen ta shohin dhe ta kuptojnë se si u ndërthurën dhe bashkëjetojnë dhimbja dhe lavdia e popullit shqiptar. Jam i lumtur që jam mik, koleg dhe bashkohanik i juaj. Ju falenderit edhe një herë për gjitha që keni bërë. Falenderit shumë. Falenderojmë kolegun ton Haqif Mulliqin. Ju lutem të mbyllni celularët për shkak se jemi në transmetim të drejt për drejt. Ushtria çlirimtare e Kosovës dhe populli ishin një. Luftëtarët e lirisë në të gjitha zonat e luftës ishin përherë në shërbim të atë dheut dhe popullit. Kemi nderin të ftojmë njërin prej protagonistëve kryesor të luftës dhe strategëve të mbrojtjes së popullatës civile në ditët më të vështira dhe më dramatike të Kosovës, i cili denjësisht edhe para drejtësisë ndërkombëtare e dëshmoi fuqimisht jo vetëm të drejtën e popullit shqiptar për luftë çlirimtare, por edhe devotshmërinë, dinjitetin dhe pastërtinë e kësaj lufte. Përpara jush, zoti Fatmir Limaj. Të nderuar zonja dhe zotrin, të nderuar familjarë të dëshmorë dhe të rënë për lirinë e Kosovës. Nderuar zoti Bytyqi dhe zoti Zeka dhe të gjithë ju që jeni angazhuar dhe keni mbështetur realizimin e këtij filmi dokumentar. Jam i nderuar që sonte bashkë me ju, jam në këtë premier Mbijetesa dhe shfrytëzoj rastin që t'ju përshëndes. Në këtë promovim që tregon qartë punën, angazhimin dhe veprimtarinë tonë të përbashkët që në mes nesh të vijë liria. Kjo dëshmi e gjallë e vujtjeve, sakrificave, përpjekjeve tona për një jetë më të mirë. Na bën të mundshme të mendojmë ku ishim dje. Duhet na bëj më të përgjegjshëm sot që të jemi në shërbim të vendit tonë.
Unë shfrytëzoj rastin të shpreh minjojën në emër të ish luftarëve dhe të popullit që ishte shtruar në zonat e luftës, 2 gazetarëve të palodhur që ishin afër nesh dhe me ne në ato kohë të vështira. Dhe që me përkushtim dhe sakrificën kryen detyrën e tyre sa humane, profesionale dhe kombëtare. E shmojmë lart punën dhe angazhimin e autorëve Zotit Nuhi Bytyqi dhe Abazekës. Këta 2 burra na bën të mundur të gjithëve që vujtjet, sakrificat, gjenocidin që ushtruan forcat pushtuese të dokumentohet përmes filmimeve në vendin e ngjarjes. Puna tyre paraqet zërin e së vërtetës së historisë, son të dhimbshme dhe krenare njëkohësisht. Kosova ka nevojë për më shumë projekte të tilla, në mënyrë që e vërteta e Kosovës të zbardhet. Sot, pas 8 viteve, këto pamje dhe rrethime dramatike të popullit tonë tregojnë qartë se dhuna dhe represioni serb e ka shtyrë popullin e Kosovës që ta zgjidhë luftën si rrugën e fundit për të fituar lirinë. Lufta nuk ka qenë zgjidhja e dëshirueshme e Jonja. Ajo ka qenë vetmja rrugë e mundshme për të arritur qëllimin, që edhe në këtë rajon të depërtoj liria dhe vlerat demokratike të cilat i kishin munguar. Fal luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, angazhimit dhe sakrificës së qytetarëve të Kosovës dhe ndihmës të aleatëve, Kosovës i hapën rrugët për lirinë, demokracinë dhe zhvillimin. Dihet mirë, liria asnjëherë nuk është dhënë vullnetarisht nga pushtuesi. Ajo është dashur të mirët nga pushtuesi. Dhe kjo është arritur fal përpjekjeve të parreshta të ushtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të cilët në çdo qast ishin në mbrojtje të qytetarëve të Kosovës. Në përpjekje që në kushte lufte të krijojnë civilëve kushte për jetesë, të sigurojnë ushqime e gjëra elementare për jetë, për kujdese shëndetësore, shkolla për fëmijët e shumë të tjera gjëra për të kaluar së bashku vështirësitë deri në fitore. Unë sot, kur kthej kokën dhe kujtoj para që kemi kaluar para 8 viteve, ndihem krenar për përpjekjet dhe sakrificat e bashkëluftarëve të mi që kanë bërë anë e kënd Kosovës për të mbrojtur popullatën civile. Ku shumë bashkëluftarë dhanë jetën e tyre për të mbrojtur prindrit, botrat, fëmijët tanë. Ata meritojnë nderimin dhe respektin tonë, ata meritojnë përkulen përjetësisht para tyre. Të gjithë jemi dëshmitar se me luftën shërimtare, vuajtjen dhe sakrificën e qytetarëve tanë, ndodhi ndryshimi i madh. E ajo erdhi liria e shumëpritën në Kosovë. Këto janë themelet e ndërtimit të shtetit Kosovës. Këto janë argumentet e shtetit Kosovës. Ne jemi shumicë dhe kemi përgjegjësi. Po njëkohësisht edhe privilegj, është privilegji ynë që për herë të parë në historinë e këtij vendit ta udhëheqim si shumicë dhe ta ndërtojmë shtetin tonë. Në këtë kohë kur ne flasim sot këtu, disa burra të Kosovës ende gjenden në gjyqe të cilët edhe ata sot luftojnë për të vërtetën e Kosovës. Kam fjalën për ish-kryeministrin e Kosovës, zotin Haradinaj dhe bashkëtarët e tjerë, të cilët i presim na kthehen atë të dëshmohet edhe ajo që s'ka qenë nevojshme të dëshmohet atje, pastërtia dhe vërteta e luftës sonë shërimtare. Thash edhe më herët, është privilegji ynë për herë të parë që në këtë vend të udhëheq si shumicë dhe të ndërtojmë shtetin tonë. Në anën tjetër, përveç privilegjit, është edhe përgjegjësia jonë, që për herë të parë në këtë vend të ashtrim lirinë dhe demokracinë në çdo kënd të Kosovës dhe për gjithë qytetarët e saj. Dhe ta ndërtojmë një shtet ku çdo qytetari i ruhet diniteti dhe i sigurohet mirëqenia. E di që nuk është e lehtë, por kjo është një sfidë për të gjithë ne që duhet ta përmbyllim me sukses. Sepse kjo është mënyra e vetme për të larë borxhin dhe për të nderuar veprën e mira motrave, vëllezërve tanë, të cilët dhanë jetën për ne. I sigurojmë të rinjët dhe fëmijët tanë se ne do t'ja dalim.
Ne jemi fitues dhe me plot zërin e themi që jemi fitues. Lavdi jetës dhe veprës të gjithë atyre që kanë dhënë jetën për Ligën e Kosovës. Falenderojmë zotin Limaj, njërin ndër personalitetet e larta ushtarake shqiptare që dha kontribut të rëndësishëm dhe shumë të çmueshëm në luftën e ushtrisë së çlirimtare të Kosovës dhe siç thotë edhe ai vetë, bëri një copë rrugë me djemtë dhe vajzat e kësaj ushtrie, është General Kudusi Lama, i njohur si Babushi. E në fakt, ai e bëri të plot këtë rrugë. Ai është sot në mesin ton, e përshëndesim, e falenderojmë për praninë dhe e ftojmë për një fjalë rasti. Të nderuar pjesëmarrës, mirëmbrëma. Në radhë të parë përfitoj nga rasti të falenderoj autorët dhe organizatorët e kësaj ceremonie për promovimin e këtij filmi me mjaft të vlerë që më krijuan mundësinë të jem këtu sonte për të marrë pjesë në këtë eveniment vërtet me vlera të jashtëzakonshme, jo vetëm morale, por më tepër historike për të kaluarën, të sotmen dhe të ardhmen e kombit shqiptar. Është kënaqësi vërtet të jesh në veprimtari të tilla dhe njëkohësisht të krijohet mundësia të shprehesh 2-3 mendime për çka është bërë dhe çka po bëhet. Të prezantosh mbijetesën është diçka me vlerë. Por unë dua të them, kjo është aja e një alfabeti të gjatë të gjitha vlerave që duhen prezantuar. Unë i falenderoj autorët për nismën e madhe që kanë sjell deri në këtë ditë për ta dokumentuar dhe për ta sjell përpara syve të popullit shqiptar dhe gjithë opinionit ndërkombëtar, të gjithë asaj çka ka ndodhur ose çka kanë mund të kapin autorët, se çka ka ndodhur është shumë vështirë të sillet përpara syve të gjithë opinionit. Pra, ata kanë sjellë diçka me një vlerë të jashtëzakonshme. Atëherë, mua më lind e drejta të them, të nderuar pjesëmarrës, vetëm në 24 vjet, nga viti 1924 deri në vitin 1945, në këto treva shqiptare, është likuiduar 60% e popullsisë shqiptare. 60% është një shifër marrëmendse kur vjen puna për një popull të tërë që jeton në troje të tjera etnike. A ka ndonjë autor si këta dy zotrinj që ta bëj dhe ta sjell në arenën e opinionit dhe të syve të kombit diçka të tillë? Është shumë e vështirë. Prandaj, them, vlera e punës së këtyre zotrive është e jashtëzakonshme dhe është e ndodhur në momentin e duhur për të na thonë atë që duhet dhe për të na vënë përpara asaj se çfarë detyrash na dalin ne, që kjo të mos ndodh kurrë më mbi tokën, trojet dhe popullsinë shqiptare kudo që jeton në trojet e veta etnike. Ndërkohë, thash, do ta konsideroj këtë vepër anë e një nisme masive për vepra të tilla, sepse ne nuk kemi thjesht një mbijetesë, por kemi edhe një jetesë. Dhe jetesë është gjithë lufta e djemve dhe vajzave më të mira të trojeve të Kosovës për liri dhe pavarësi, që i vun gjoksin armatës serboslave, njerëz nga ushtëritë më të mëdha evropiane, dhe që realisht, megjithse fuqia ndërkombëtare nuk i la të parakalonin si fitimtar në Prishtinë, ata parakaluan të gjithë si fitimtar në qytetet e tyre, në trevat e tyre, në zonat e tyre, dhe arritën ta sjellin
Venin në këtë ditë ku aspiratat janë për lavdit më teshme. Pra, ju, Abazi dhe shumë profesionistë të tjerë të këtyre fushave do të sjellin në sken, do të sjellin në ekran, do të sjellin në televizor, do të sjellin në opinion, do të sjellin në sytë e popullit dhe të gjithë botës vlerat e luftës, atë luftë në frontet e mëdha të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, të atyre djemve, të atyre heronjve të vërtet që sot disa vërtet janë qytetarë të thjeshtë dhe që nuk bëjnë shumë portrete dhe figura në mes popullit, disa janë edhe invalid, disa të tjerë janë rreshtuar në altarin e kombit duke derdhur gjakun për liri dhe pavarësi. Të gjithë këta duhet të vinë në sytë tonë, si që vjen kjo vepër e madhe, si fillesa e gjithë shkaje që do të vi pas kësaj. Në këtu kuadër, kuptohet për të gjithë shqiptarët, rriten dhe shtohen detyrat. Shtohen detyrat sepse lufta vazhdon, sepse, si që tha Fatmiri Ramushi, po përleshet, po vazhdon luftën bashkë me shokët. Dikush tjetër, në një front tjetër, vazhdon luftën dhe është e vërtet që do të duhet akoma të luftojmë edhe për jetesën, edhe për mbijetesën, por këto do të vinë nëpërmjet një uniteti, nëpërmjet një qëndërese, besnikërie kombëtare, dashurinë mes nesh dhe një dëshirë të jashtëzakonshme për zhvillim. Ashtu sikurse edhe një dashamirësi për gjithkën që ka dëshirë të jetë dashamirës me ne, por pa bërë asnjëherë lëshime ndaj atyre që kanë dëshirë të jenë superior ndaj nesh. Superioriteti ndaj shqiptarëve tashmë ka vdekur një herë për gjithmonë. Shqiptarët dinë të jenë superior në tërët e tyre, në trevat e tyre, në jetën e tyre, në të sotmen dhe të ardhmen e tyre. Unë ju uroj të gjithëve mbarësi dhe fatbardhësi. Ju uroj autorëve vepra të tjera më të lavdishme dhe më të thella dhe më të mëdha se sa kjo vepër madhore që sjellin dhe prezantojnë sot. Ju falenderoj që më dëgjuat dhe mbasi. Falenderojmë General Kudusi Lamën, të nderuar mysafir dhe ju teleshikues të Radio Televizionit të Kosovës, kudo që ndodheni, ju ftoj që së bashku ta ndjekim tani filmin dokumentar Mbijetesa të autorëve Nuhi Bytyçi e Abaz Zeka me regji të Blerim Gjocit. Unë kam dëshirë të shkoj në shkollën time dhe në shtetin time. Dikush halat lejtë kënë, dikush gjumë. Masi e kanë gjuqë qafre gazin, nuk ka bloku film. Edhe i ko marrë lakmi ty në dramë. Menoj, tham, pse bilione, pse kum pështu, nuk kam pështu. Gjithë kum po qef me pështu motrat, bili këto dy motrat ma të vogla si janë.
bota zjen, shokët tanë, kjo luft po na i rëmbe. Jemi qunë me ngjes, edhe kanë thonë si po dojnë me na rrethekue. Ama jo bash si po dojnë me na rrethekue neve po lushtagët. Si po vim policia, pastaj na kanë thonë me ardhë me hinë mrena, këto mu streuna. Tash gjithkohën na kena najtë këto. Na jemi përfekune me një dëvor 5 shpia. Por erdhen atë në skejt në shpit Beqirit, ku kem rapt. Dhe janë njësën edhe astoj me type, me bume, me automate, me... Tërli krizme, tërli shvishin. Rapt qatë 36 rëva 7, u bënem një vend bashk. Dikur kur janë njësën, dhe janë njësën qasoj shpijës Beqirit, s'kanë piskot thminja. Aty të na piskatën fort, brime piskom, për zete i madhe i vygel. Valloj, sa ty për qiro ke kulmit e të gjujken ty, sa pisko me rëbve, që bëli nuk u dike qa u bo me mujtë me do daleme, të farë brime, të farë rëpdhime u bëjnë ka aty. Zakon, i na konë krejt familja. Gratë krejt jena konë, veç gruja e dime të konë e vdekun bashkë qatë ditë, si ka fillu rosti, aja fillu dek, e kanë vra. Na tjertë jam konë me nanë, me grutë migjes, me gjyshe, me motrat, me thmit me gjallarve. Gjalli Ademit kushtrimi, më ka thonë këqër, a ka pëllet se me dalë për më shku të kujshia. Kër jam dalën pe kësaj qëtos mas shpije, i kun pasi i na kanë krejt të rrethekun, kanë fillu me gjujt mo, jam marrë lapet mrena këtë, o kanë qika e migjes, edhe aja gjallë motra jem e vogla, kun vetë kushtrimi, ka thonë në dalë edhe aj, edhe janë nërë tash janë afru policia këto ngatë, kanë fillu me gjujt tapet, këto mrena, edhe aja qika e migjes o vra, veqon me motor jam e. Ata kanë furë sërbesht, nuk e di që ka kanë thonë, si më kuptu. One veç jam afru kum dash njëherë me shku të ta, adin të shkijet, po jam ik, jam shku të kjo dhoma tjetër. Mu bë këshe jam dek ade, mos më mvrejt, ma nuk e di që ka ndohë me mu tërten, veç se kum pasi u dek. Kur e kanë vra Balin Adem, para se mi vra Balin Adem, nuk kanë mujt me ardhë adin me afru nga shpis. Kur i kanë vra krejt mashkojt që janë kanë të luftu jashtë, edhe Balin Adem, atër fill janë afru nga të shpis tonë. Se më kujtojtë se kur unë ishen tenkat, nona janë theke hajtë se kina me pështue, se po ecin qërë tenkat, e ka vejt Balin Adem. Ka thonë aj po ecin, adin për mësë me na thonë neve mësë me na tutë. Edhe kër e kanë vejt tapet, u dollë djalli Ademit me këqyr kushtrimi, kur ka këqyr ka thonë e pas kanë vra babushen, edhe ka marrë automatin edhe u dollë në dritare ka gjujt. Me topin, unë nervozu shumë kër e ka po babën e vetë si u vra, edhe fillt në atë moment se kena ditë se u vra Bali Adem, fill janë afru tenkat edhe kanë gju granate këtu mre. Një e kopa atë qazimin a i mësusë u konë, a dilë për ziju me ra për kroj. Tha ju, tha, dilë ju pështoni ju, tha se une, tha qëtu du me dik. Edhe si shdullje vrajtin, qatin Balkan, qazimin. Tjertë masanejta në unesëm qashtu tubë në për a bërë ty piskote, shyet që u këthyje, do shti me shku mi kopë, ata thë minja soj piskaten.
Thëmë, këtheve e verbune ka për fëmin, thasha i dhe që shkaj. Ka për fëmin që të tranu në fëmija. I ko për fëmin e cën që ashtë të tubë. A i gjolli janë u kishë morë një fëmit më të mëtet e gjysë, që aso i shpijë në rëkë. Edhe ka përtej kur delpi ka gjiku jepët. Në në zvetë edhe këthijet më kopë mume, të dyrë që dullëm. Në kopi mua për kroj, ma boni, hajde nani. Si kum në ruë se qëtë e qëtë. 2-3 fërken, ma kanë kopi kroj. Edhe ma kanë rëzu për porën që atë. E kanë të rëdhu mirë. Edhe të na i thanë qunë, ka unë mu quë. Bjera apete që të në rëzunë. Roa. E i moshen automata 2 veti që më kanë. I moshen mi tonë që aty, më s'luj i thëshën, më s'luj. Me sytë mi i kumë po kur i kanë mush 2 automatat mi shpinë tina. Edhe i ka roë jonin qofë jonin e mje 2 krave. Edhe i s'ka livrit mo heqa, s'ka mas dyras. S'ka mujt me qitë zonas, dhe arja këputi qofëna. Unë me synë të para meje qëtë. Veç më gomë shkoj kryt havo. Si hupa njerë, veç ju këm ljullë zytit e kopa kryt. Po, zot, tash jemi zot metë në kryje. Edhe ty po të drejtyrna, ty po të pështetna. Edhe kopa kryt, që me 2 dorë të meta pështeta për një bandziri, që aty e risha. Meta me synë ta, ngri, që aty. Kolonisa me shku me vjek për qirin e mi mgju. Thash të mgjaj. E së mgja, njoni. Se veç rishin nga tina që aty. Nuk u mgja. Unë oja. Apet u nisa qëtër ma këthej automatin edhe. Unë oja apet. Ta na meta që aty u pështeta, ma nuk u nisa. Shkyva me rëtë duas. Mi këqyrë mo veç u bona drumë, veç më goke si ftyra për më nuke, trupi për më hjeke të pa të pa diqysh. Edhe më ftëtën kom të krejt, mo nuk i dita që janë të minjat. Sa me prek një drumë as dita që po bëjnë në 2 shtoga u mojsha, se u nisa me 2 shtoga u nesën. Se u me shtogë shkoj gjithë, po thash të më punën në ashtan një me ikë. Me në ro puna me ike të marrë edhe një 2 mëra. Edhe u moshan që aty 2 shtoga që ashtë e metat e gjori që ashtë me ta men vëdha një i gjithë sa oti. Kum nejt. Mo kur këqyri për familje, s'janë për kur speshra. Ata eken për porën, me meta me gjori që aty. Kur këthena kënina këqyri për i sakoko, i ledine, qesh, kështu, u më shplëta, na u qenë një dëvorë tjetër për një shpitën që janë. Ishën konë mrena ati dëvorë, milicie, shtrije. Na dalë që më sa më ishën për aty, tu më shaja fa ledine kështu. Si kishtë atë dërë, lëshën, gjatë. Unë e hukodhi vetëm që atë veç me zytin e me djollë të janë. Jo, kena lyp ma herët, e nuk ka pot veç bukën si ja kam pot gjyshes, nana jem, si e ka bu bukën për gjyshen, e buka e kalamaj, do të mi qitë ujë për ujë të nxejtë. E tash në qata ujë e kena pina, ta.
Rob të qunë kom u dërzumë të vi. Lavi jam dhe një kushi. Para robi që duhet. E u dërzunë, ata shko shqipetinve, e u bashkan gjitën qështu. Kur bashkan gjitën që u bashkan gjitën, ju ka folë sërbisht, i ka thënë kthej ka shpijet, se shpijet i ki pas aferla. Kur ju tha që ashtu, të një tha hajt esi për pare. Ata shkoshin bastinve, këta esi për pare. Kur e shkun që atë vendë, kur e konë ushtë aty që e konë, ma kanë vrarë të një vlovin edhe atë kushien. Edhe i kanë vrarë gratë, qiket, thmijen, krejt, lullak i këtë pasë, ashtu. Ne kanë thënë hajdi me dalë për podrumit, krejt, jemi dalë për podrumit. Ne kom kap djallin për dore, djallin e ri vërsa bi, 13 vjetë. Më ka thënë, shohë djallin, thmijen që shpithojnë sërbisht, dhe që më ka ngre djallin për dorës. Edhe më kanë da, më kanë, nuk të ishta me lëshua ngreha. Djalli thalë shumë, thënë onë. Edhe e kom lëshua, ka dalë për para. E ka shtyni, ka thënë hecë, hinë ati, ka shtimi një shupë. Kuku, shpirti në onës, loqka në onës, sabija në onës. A dajti për shkollës, a dajti për nëzanëzve. S'ko mujtë ma së tyren mja po, s'ko mujtë ma sët mja po. Unë e kom thash malshojmë, sabija është e rria lau. Edhe mu më tha ti hec, nuk kom lak këtu hec, nuk në lanë. Lërgov për këtuhit. Sa kemi dalë pak ma të mëjna i vrajtën. Edhe masë në i kanë fillu, i kanë kap krejt, i kanë të bu, i kanë bëhë gramën. I kanë mly me benzinë dhe i kanë kap. As many people as there are, they all experience trauma in a different way. They all react to trauma in their own special way. Some people have a trauma and they manage to go on living and can tell everything. They remember everything. They can talk without excessive emotion, or not without, or with proper emotion to the trauma. Other people have terrible intrusive thoughts, flashbacks, and think only about their trauma. Other people react with confusion, and other people don't remember anything. I nërë militë që kanë lypë, kanë folë, e kanë lypë raki, thash s'kem raki, veç kafe kem. Ja kom qitë 3 kafe. E nuk i kanë pi nërë 2 tjertë, i kanë tjerë hati se po tjerën të atjertë militë s'ka. Edhe në tani kemi nejtë mrena aty, a që ta vetë, që i kanë orë që tu 13 vetë këta të merën vesh, dhe ta din gjithë së kush. Që na imi koni kemi ikë, pe granatave mi shku në malë. Me popull, me gra, me thmi, me krejt, i nërë milicia në kanë rëthaku bura, gra, krejt, e në kanë të bu, tani grati ka lanë, një bura në ka të bu aqik. Që ta gjeni ka thirë vish me gjesh quti, i ka do, në ratë hajdinë dhe thirët atje ku imi konë na, edhe i kanë prunë pe katonit lidhë të qitu. Tu kur i kanë prunë lidhë, tonë, i kanë morë, i kanë rejë që me stupë që ajo në ljetet këtu, me tërfosh, me sakisa, me shetni, me shkamas, që i kanë bollëm të re. Tani, i kanë morë me data montat vogël, kër kemi një në mrena për shpis këtu, kanë kishtë ta montat vogël, grrr pak put. Tani mas mrami ka kishtë ato matë maj malë. Kurse këtu edhe jonë edhe të njëqet me shkaj, ka mirë që ta 13 vetë. Jonë të gullbocit, i ka të plaqicës, ka të glareves, ka balinqës, një gjërgjicës, edhe një djallë zlavë temi këshin pas mytë, Ramadan Hoxha i thirët në malë atje, ato i smut ako me këtë familjen, ato këshin pas djegë. Për gardit, në shku mas mërëmi, ku në kanë marrë këtu, në kanë marrë me do lidhë, për mrapa, njerë në kanë gjonë jashtë të gardit ja 2 orë, aty nuk në kanë rejë fartë, e kur në kanë shtimë në gardit, aty ola në kanë rejë se cilën. Do me honë aty i në kanë tonë për mbesë, këthim kështu që s'ke mujtë një unë i titër me pasë bërtir që ata, që ose u këtheshe, atëherë me shëllëndime ftyres. E kush u këthy diçka që i ka
këshyra ata, ai ka pësu ba keq. Unë e ftyrës nuk pas. Qa ku mujt me dit, unë ku mujt me dit që njëna ka vrati tonë. Organizimi ty një shishkom, më ka marrë me një shërtu, po aki se cilë e kem pas ka një të kontë. Ka dyre falla me ka o. Masale i ka ra dhe njënit, shkelim tha kuj ko ka gjallë, ja ka dhe një refall. Më ka ra dhe mu edhe i herë shkelim, mirë pa aty mus ka pas mos më ka ra refall. Një metë gjallë. Ata për i herë jenë të hjek, jenë hjek për atyt, jenë dalë aty para dyre të tia demit. Atëherë, e kanë ka dhe i kërë, edhe kanë fillu jenë të hjek për atyt. Krejtësisht, kur kanë dalë, nuk krejt që i thëjmë i farë vene, aty ja kanë vojnë një falë që aty e kuptuan që ata kanë kalu edhe në qujnë më kom. To ishte ambulanta e organizatës Bamirës e Nana Terez, një po forcat poshtuse nuk e kursyn edhe ambulantën e cila ju ka ofru ndihmë në gjithë kësaj populate dhe të plagosurve. Of the patient you receive, how many about is civil and how many is military patients? Po me përqindje nëse i marrim ne them drejtën dikun rreth 90% të plagosur dhe të vdekur që janë prej popullatës civile, ndërsa vetëm 10%, only 10% is military. Si e din akush, a di puna mos na harxhu. Për kepët ke gjakë ju lutem? Ky gjak jepet për një plagosur që kemi, është grup zera, por na duhet kërë vëmëtarit për jatë. Si quhet ki që dhuron gjakun? Dhe bosër. Sa jenë gjendje me dhënë gjak për të plagosurit të rrethana? Sot ka mundësi. Zera nga kanë lejbro, edhe atë probleme këna pas zhjithë. Atje që farënësi e ka gjallë. Aha, tu? Qohi shok, të dy tokët, të luftojmë të gjithë na duhet sot. Qohi shok, të dy tokët, të luftojmë të gjithë na duhet sot.
Rëzje mi kanë myt, mi kanë marrë shpe, mi kanë qitë pak për me katon që aty. Fëmijën sa lihin në gjatë. Mi kanë myt, po që jam ka mërzit në fije. Që në vend vetin, thot vetin, për tokën e vetë për lirijën tonë. Fije që jam ka mërzit. Those who committed these murders deprived wives of their husbands, ata që I shkaktuan këto krime I larguan gratë nga burrat, children of their fathers, fëmijët nga babat, sisters of their brothers, motrat nga vëllezrit, and this village of its men. dhe burrat nga fshati. Today we stand united against those who committed this crime, Sot qëndrojmë së bashku kundër atyre që shkaktuan këtë krim, this crime against humanity. këtë krim kundër njerëzimit. The deaths in Ratchak demand justice, and justice must be seen to be done. Vrasjet, vdekjet në Ratchak kërkojnë drejtësi dhe kjo drejtësi do të arrihet. The graves before me tragically represent, to me at least, Këto varreza pranë meje, përpara meje, tragjikisht, fatkeqësisht paraqesin për mua the madness, çmendunin, the appalling waste, tmerrimin and the futility of unrestrained violence. dhe violencën dhunën e pakufizuar. Even in the midst of conflict and war, certain rules of decency and humanity must be observed. Dhe në çdo luftë, në çdo konflikt ekzistojnë të drejtat e njeriut, të cilat në çdo mënyrë duhet të respektohen. By the manner of their treatment before death, Mirë po mënyra se si janë trajtuar para vdekjes, by the way they met their deaths, mënyra se si kanë vdekur, by what befell their mortal remains in the aftermath, dhe ajo se çka pasoi pas vdekjes së tyre, these rules of decency were repeatedly violated. And these things, these experiences are very often almost impossible to live with. So the brain cuts them off, like quarantining, like the computer quarantines a virus. You know, so you can't get to the virus, so that it won't infect the rest of the brain and will allow the person to live. After a while, the person becomes a little stronger, and as the person becomes stronger, sometimes the brain will release these experiences from imprisonment, and if you're lucky, the brain will do it slowly enough so that you can, each time something comes out, you can deal with it. Ky është vendi I quajtur Gradina, ku ka ra dëshmuar komandanti ynë Fehmi Lladrosi bashkë me bashortën e tij Xheva Lladrosin dhe një luftëtare Fatime Shala. Nga ky pozicion jemi kontrrrethuar nga të tri anë nga okupatori fashist dhe këto pozita tjera sa I kemi pas përpara nuk ka pas kurrë mundësi armiku me të depërtuar. Mirë po në një kohë më vonë na kanë dalë mbrapa shpinës prej asaj anës. Atje vendi I quajtur shkolla e Dëbërshevcit dhe pacife komandanti më falni ka qenë në këtë pozitë prej sa pozitë ka rezistuar këtë pozitë. Atëherë dikur ka qenë I lodhën dhe më ka thirrë për më ndihmue ndrem. Nga kjo pozitë kur është tërhiqur komandanti. Për kësaj pozite me hin pozicion për mbrojtje, atëherë nga një rafall prej tenkës është goditur në atë moment për dytë për një herë kanë goditur Xheva dhe komandanti. Unë kam qenë mesin e tyne. Mirë po, mas një kohë, komandanti ka folë dhe ka dhonë amanet si banë më të forë se une jam I plagosër rënd. Dhe banë më të forë dhe qinërënë se puna ime e patë, dhe në disa raste ka pyetën edhe për Jashën. Ha se çka I ka punë të Jasha. Unë ju kam shprehur se Jasha I ka punë fort mirë, e ka nxjerr pozicionin dhe nuk ka mundësi kur qysh armiku me depërtue përmes pozicionit të Jashës. Atëherë më ka thonë si për më tërhiqen, mirë po nuk ka mujt asën më tërhiqen, nuk ka mujt me la, se ka mujt më tërhiq më herët, mirë po s'kam pranuar në më tërhiq me la të gjallë, bashkë me Xheven. Po mas një kohë, mas I kam vdekat, atëherë
diqysh jemi tërhekun qysh ke mujt, na për plumba, na për granata, dhe atëherë kanë ra dëshmuar këtu. Në këtë vend këtu ka ra komandanti Fehmi Lladrasi, këtu ka qenë Xheva, bashortja e tij, në atë pozitën e tij ka qenë Fatimja. Me një koleg tjetër ai ka qenë në atë pozicion. Jemi tërhekun zitë këtu, minzi kemi dalë në për plumba dhe kemi shpëtuar. I kujtohet dikuj se çka keni mësuar nga matematika në klasën e 4. A do të na përsërit dikush?
gjatë rrugës një numër të madh, I kemi pa 3 që I kanë vesh me uniforma sërbëve. Ata I kanë marrë në dhënë. Disa 3 u kanë marrë gjaks, pa kufi u kanë marrë, disa I kanë vesh po qelin në rova. Ata që ju kanë marrë gjak I kanë shu, që s'kanë mujt në shpit vetë, ata s'kanë me tafë më për familjen e vetë. Pa mas ju kanë marrë gjak, edhe I kanë shu qashtu. E këta qertë kreti pa më vërmis për qelë rova, ishin bon, ishin ljodh, pa hangët, pa pinë. Kreti në gjofton. Që? Plagjës tonë, të suzit. Children who undergo trauma under the age of 5 or 6, the organization of the brain at that time is different from the organization of an adult. And if the trauma was experienced before the age of 5 or 6, then it tends to stay in the mind the same way it was experienced in the mind of a 5-year-old, even though the person is 25 or 30. I kemi 20 viktima, 20 kufuma. Nga to, 4 janë të masakruama në mënyrë më mizore, 2 kufuma janë vetëm nga orë në zjarë, Adem Deliu dhe Zëshir Deliu. I kemi dhe 2 kufuma vajzat Mihane Deliun dhe Antigone Deliun, cilat I kemi gjetë pas 10 dite. Janë vajzat 14 vjeçare, është Antigone dhe 16 Mihania. Janë mas pari të dhunune, dhe pas ta janë të masakrune me sytë në zirëne, trutë në zirën, therne në fëtë, therne në shpinë. Zdi si ta spjegoj ma te për atë masakër. O kanën përndajës familjes e ko gruja dhe atë, 2 qikat e vogla, njona 5 vjeç, njona 7 vjeç. Gëntjana dhe njëta dhe kanë masakruate. Do edhe familja e mërë dhe liut. Këto kanë. Edhe babën me kanë komë shpej atje mrena, ma kanë djegë kështu kretë. Në zotit, këto një shpi s'ke, ma rrëtë më kanë shku. Ma mjë më dejë. Këto ka jonë, prakë shpis babën në shpej mrena ma kanë mëtë. Ata na kanë pështetë përzitit të gjithë. Edhe njëni prej tyne milicëve, unë isha në qash. Njëni prej këtyne, ta shakon polica ushtarë më duket ka qenë, se ishte I ri në mitralez. E ka qitë komen dherë të pragut, edhe ohi, tha,
familjen ja pushkatum të gjithë, tash juve vetëm paret, nëse kini pare ku i kini msheth, shpejtimi juve është. Edhe hisht tjetër rrugdalje s'kini. Ne jemi deklarue disa prej nesh, paret ne kini pleçkit, të gjitha që ka i patëm mos kem, ju e dini shka do të bëni me ne. Miraj tha, e tash ta pe bëj dërta me shokët e mi, kurse ati ishin 3 në paradhon, në hymje. Aty ka zgat një sekundë, nuk ka zgat ma shumë. Veç e ka qitë komën derë, tha nemen Serbis të gjitha jini të pushkatum. E tash, 2 nga ditë që shimë konë, unë jem konë i pari, Ahmeti i dyti. E tu jetë tash, kësaj të koridorit, kur jem hije në koridor, krejt jem marë dikteri të kjo hymje, këtu, që kjo hymje, o konë Zara dhe vjerne këtu, kjo Zarë, e ka gjujtë të shkrebzën njëni policë. Kur jam gërmus unë në këtë pozit me marë shkrepzën e me dhez këtë Zarën këtu, aj për mas shpine u ka ra rethal këtyne 8 tjerë, tash 6 jënë gjinë që të qesi i kom pa me sytë mi, të ju kallë para shkallëve, e 2 kanë hynë në atë pjesë tash, të kallë në edhe ata, kur jam këthy tani me i pa, këtë pjesë njoni veç ish këtu, e njoni tjetëri o konë që të qe. Gjatë asaj kohë, me njëre i kom paku vëndez flaka me të ledi si o shpa, drejt me mu shtu që. Edhe dhez refale i parë shtu që, pa ndërprej kanë këtu edhe njëherë qështu, edhe njëherë qështu, që kynon në djatë e divi që ku ka ra, edhe qëtë komë ka në zonë, pak qëtë pjesë të komës, onë në djatë. Që kynon në majtë kom pas dorën mito, ullun, kë vetëm pak trupi ka lujtë edhe nuk ka një si krizmë, britë mas dishka. A një gjithë jenë ra pe ka uqit në tokë, pe asaj pjesë dhe pe isaj pjesë. Këtu një për të Arjanit ka qenë i ramë në ka uqë kështu. A dalë pe asaj pjesë në anën tjetër. Që te ka dhez një qebe, batanije që të thëtë. Edhe ka fillu me shti pe asaj unë tash këty në tokë, për herë të 4. Unë jem plagos, në atë moment më ka marrë plumi në komën e majtë, talë vetëm shije që veç plaka ka nisë më shëru, qërë këtu hymja se të dalja. Refalin tjetër më ka marrë tu edhe ka qitë komën e djathë, edhe këtu më ka marrë një mas njonit komën e djathë më ka thyë në 7 banë, është të thyme. Plumi, për fatë, Zotit desi që të shpetojnë nga me keqja. Atëre hinë të 3 ata tjertë ka një zhanxer e kanë gjujtë këtu për mine. Atëre e kanë marë, jenë dalë për dire të shah, e kanë marë një shpuzë në koridor, kurse jenë dalë jashta, e i kanë ra gjamës. Me automatik e kanë thy, tjetër ja kishë dhonë flakën shpis, edhe e këshin dhezat shpuzë, e gjujtën për pëngjere, kur aja shpuza ra për mi ibrën, ra për mi tjertë gjenaze, se cilët ishin të vdekun. Atëra unë u dëtërova se deshti flaka me m'kap, në ftyrë, kështu që e para mendova ma mirë dal, edhe në kofshin në bërë, dhe të mvrasin ma mirë me plumë se më vdek i gjallë, me kalli i gjallë. Atëre kom largu vlaun prej veti, edhe ibren, edhe kom fillu për midis sobës, atë shpuzë që e gjujtën djegne, për mi e kom ngre, e kom qitë që të që. E kom gjujtë se më do kështirë me lanë të ukallë. Kur kom bo me dalë për hymje, më nëzuni flaka, deren, zjarmi, atëru drejtova për fatë, temin, ishte kjo pëngjere pa flak, i kom qelë 2 kapak të pëngjeres edhe jo më ra poshtë, për o bërë. Masi kanë kryu 6 refala, kanë 2 revolën, që një shtimet ka një. Dhe këte një parë të une, i kom një shtimet aty kom pritë 100% qëllona dhe une, po fati i deshti që e ndërprev, edhe është nalë krizma. Masi nalë krizma,
Kom dëgju një 2-3 minuta, kom pasi s'ka zhurë mas kur gjo, erave ke barot, hiç kom lëviz. Je marrë si vdekur, edhe frimarën e kom marrë, kom pas gjysë make që së tëmë. I marrë të i qelë sytë, që kom qenon në majtë, i ramë. Të i qelë sytë, të i qelë, të i qyrë, të kontrolu, a ka dishka në dhomë, s'ka. Edhe jam që e kom prek i shufin, ashtë i gjallë, e kom pas ishtë i dekun, e kom prek ta arjanin anë në majtë, edhe kjo i dekun, i kom qyrë tjertë. Kam pas një shpuz, një shungjer, që do të thamë përsipjet i mlumë, që ati batania ku në dhezme, del ka flaka. Një menë më ka thonë mu qu, po tjetër më ka thonë që të këshyri për gjitare, për mes më lashta, do të këshin ekzekutuar dhe mu për shdyti, i kom pa për jashtan që tu, 5 ushtartë. Edhe mu ka dukë që një nda, atër i kom një edhe frekant ka hecë. Ushtarë dhe këtu vetëm më përkull të dera dhe kanë shu një gaz. Një pjesë, me të thonë, një 15 cm e farë, si Coca-Cola më thonë e farë. E ka gjujë që të qera e kanë shumë timëzi. Qa që shpete kanë shumë atë timëzi, si nuk e kënë gjeni mu, edhe vlanë tëmë të kësha pas për shkaj që kënë gjeni me kërëgju, është gjalla për i dekun mu, që kom mendu si të këshyri i krejtë. Me gjithë kanë qenë dekun. Une nuk jom qu mo, kur ka krisë refali, po kom ecë, e kom dalë qenë këtë dritare tash. Kom dalë kjo për fatimin nuk o konë me gjamë, po o konë nejlan, edhe veç ja kom hije me dorë këti nejlonit, edhe kom këcy, jem dalë aty, kom ecë, s'kom, jo qa që fërë ty nga, po veç kom ecë normal, edhe kom dalë në fushët. Masi e kanë gjutë që fregazin, mu ka bloku frima. Edhe i kom marrë lakmi ty në vramë. Kom vendosë me më dalë me mra, me plume, jo më djegi gjallë, që të merësh. Edhe sanë që kom pa, vetëm me kom ti drejtimin e derës. Edhe kom vendosë me dalë, shtri plagosën, kom dalë dhe të dera, mu vra. Me drejt po të mu vra, kështu se së nuk mujta me që nuk mu djegi gjallë. Kur më dalë aty më ka arë frima, kom marrë frim 2-3 herë, kom qyrë anë e majtë s'ka kur gjo, anë e djasë kur gjo, kom vendosë koridorit, kom dalë në dhomën tjetër, për dritarës, kom qyrë anenën. Tamën sa kom dalë anenën, im ranë tokë, dhe shpici ka dalë, në kolimi ka dalë flaka. This is not the first time that I've seen some of our work being done at various stages of it. It's not possible to have this kind of experience without being profoundly moved by it. It's just too overwhelming, I think, to have the full visual impact. I've read hundreds of witness statements, and many of them I think are very compelling, but this work, particularly to see it in the context of a population obviously that has a lot of expectations for us to tell the story and bring accountability to it. I am more persuaded every day that we have, I know it sounds very naive to be standing in the middle of a field very far away from these corridors of powers in which they've been hiding for a very long time. Every step we take, every grave that we uncover, every indictment we bring, I think, is an irreversible step forward. I don't know when this is going to happen, that there will be a telling of today's story in the courtrooms of The Hague, but there's no doubt in my mind that there will be. Në jetë ti me vetën më të kënaqur se sot nuk e ndi. Gjithë këtë mos, gjithë këtë shihret, nuk e di që ta shprehi ato, kënaqësi më të madhe se sonte. As jam të mendu që më kanë dra 56 antarë, tërë lagjen, po jam krenar dhe jam i lumtur kur ma shumë nuk jem konë në jetën time.
qiell, e për këtë dhe, lumba nuk kanë sa jemi. Pra, pas këtyre pamjeve dhe rrëfimeve rënqese është e vështirë të përmblidhemi, por do të doja në veçanti edhe një herë t'i falenderoj për pjesëmarrje familjet, së pari familjen Jashari, familjen Haradinaj, familjen Zhitia, Ladrovci, Fazliu dhe gjitha familjet e dëshmorëve. Si që do rasti, në fund i ftoj autorët e këtij dokumentari mbi jetesa, Nuhi Bytyqin, Abaz Zekën, Blerim Gjocin dhe autorin e muzikës Ilir Shaqirin. I përshëndesim me një duar profite. Ju falenderojmë edhe një herë në emër të kolegëve të ekipit realizues, në emër të Abazit, Blerimit edhe të Ilirit dhe gjithë kolegëve tjerë që na kanë ndihmuar në realizimin e këtij dokumentari. Ne kemi bërë përpjekje që të realizojmë këtë film dokumentar vetëm një segment të asaj që ka përjetuar populli ynë gjatë luftës për liri. Kemi edhe shumë materiale, jemi të gatshëm të punojmë edhe projekte të tjera. Besojmë se ky do të jetë funksion të realizimit të aspiratët të popullit tonë për liri dhe pavarësi. Faleminderit edhe një herë. Falenderojmë edhe një herë pra autorët e filmit dokumentar mbi jetesa, Nuhi Bytyqin, Abaz Zekan, regjisorin Blerim Gjoci dhe autorin e muzikës Ilir Shaqiri. Në fund, natyrisht do të falenderojmë edhe sponsorët e këtij dokumentari, kuvendet komunale dhe ndërmarrjet që e mbështetën pa hezitim këtë projekt dhe realizimin e tij, si dhe Radio Televizionin e Kosovës që mundsoi transmetimin e drejt për drejt të këtij promovimi të filmit dokumentar mbi jetesa, si dhe natyrisht edhe Hotelin Grand në ambientet e të cilit jemi tani. Të nderuar zonja dhe zotëri, edhe një herë ju falenderojmë që morët pjesë në këtë promovim. Tani ju ftoj për një koktej ku edhe do të keni rast të merrni nga një kopje të filmit dokumentar që sapo e pam në teknikën DVD. Mirupafshim dhe gjithë të mirat. Shikues të nderuar, bëm transmetimin e drejt për drejt të shfaqjes së filmit dokumentar mbi jetesat e kolegëve Nuhi Bytyqi dhe Abaz Zeka. Sikurse u pa në film, populli shqiptar vazhdimisht rezistoi, u sakrifikua, por edhe mbijetoi. Populli ynë do të mbijetojë gjithmonë. Natën e mirë.